dhe do bëj transparencë të plot me çfarë ka ndodhur në mbledhje. Dhe për ta sqaruar këtë, meqense kolegët ishin shqetësuar pse ne ju kemi informuar ju, këtë e kemi bërë s'pari sepse nuk ka asnjë vendim të Këshillit Mandateve që seanca të ishte me dyert të mbyllura. Pra, pengesa juaj që t'informoni në mënyrë transparente publikun është penguar me një vendim personal të kryetarit të kuvendit, sepse Këshilli nuk ka vendosur për të zhvilluar mbledhje me dyert mbyllura, dhe është detyra e deputetëve të opozitës që të bëjnë transparencë të plot me çfarë ka ndodhur në mbledhje, sepse pash që kishin spinë edhe për gënjeshtrime tërësisht të gënjeshtërta mbi qëndrimet e prokurorëve në mbledhje. S'pari njëherë mbledhjen ne e kemi të regjistruar të plot, edhe për faktin sepse e dim se si vepron pala tjetër. S'dyti asnjë surprizë, Edi Rama kishte urdhëruar sot 5 antarët e tij në Këshillin e Mandateve që të bëheshin buroj politike për të korruptuarën Belinda Balluku. Ajo që konfirmoi prokuroria është që po, situata penale ndaj zonjës Balluku është rënduar së tepërmi krahasuar me masat e para që gjykata ka dhënë ndaj saj, masat cilat në këtë moment të hetimit nuk mbrojnë dot hetimin e paanshëm dhe të plot nga prokuria.